Po kështu duhet punë pa ndalur, punë kur je i lodhur, punë kur nuk të mësohet, punë kur të flihet, dhe gjithmonë me atë motivin, për sa i përket mjekësisë, se mësoje këtë gjë, nesër mund të vi një pacient me këtë smundje, nesër mund të vi një njeri me këtë problem dhe të bie në dorë. Sepse të them ajo kurreshtja për të mësuar diçka të re, apo të them ajo dëshira për nota të mira, kur bahen orët e vona të mbrëmjes edhe ato zbehen. Mirë po, ky fakti i parë, si e thash për përgjithësinë, ai gjithmonë më ka mbajtur se në çdo mënyrë unë të rri shpesh edhe deri në mëngjes deri të ketë zbardhur drita duke mësuar, sepse është përgjithësi. Po sakrificat kanë qenë të shumta, nuk do mundja as t'i numëroj, por të them më e madhja është ndoshta koha. Do thotë kohën gjithë e kemi një sasi të kohës në dispozicion, një sasi të njëjtë, vetëm varet si e menaxhojmë. Edhe kur nuk mund të thuash për diçka nuk kam kohë, vetëm nuk e kem ndoshta prioritet, se kohë kem të gjithë. Unë e kisha vendosur mjekësinë prioritet mbi të gjitha. Mund të them se nuk ishte as pak e lehtë që shpesh herë familjes, të afërmve, ma të dashurve të mi, tu them nuk kam kohë të vi me ju, shkoni pa mua, rrini pa mua, deli pa mua, edhe mos i ndaj ato momente me ta, por si më thonë gjithë ata ishin për mua dhe motivim më thonë hajde se kjo do shpërblehet edhe e dinin se kjo sakrificë është e domosdoshme. Jo, gjitha provimet kanë dashur punë, por të them kështu do doja të kthehesha te fjalët e asistentit vitit parë në anatomi. Ai na tha ishim mbledhur aty në sallë për të bërë, do të thotë, praktikën me eshtra me gjithë ato që i përkasin anatomisë, dhe tha, ju mendoni se anatomia është provimi më i vështirë i fakultetit, po nuk është kirurgjia vitit 5. Do thotë ne shtangëm gjithë, do të nuk fliste kurkush, ishte një qetësi absolute. Unë mundoja t'i thoja vetes mos u koncentrot ashtë viti 5, t'je bëll vitin e parë. Edhe anatomia kishte 1500 faqe, për çfarë po flet ky tani, tha, por duhet ta dini se gjatë studimeve deri te viti 5 ju do të mbledhni mjaft dituri dhe do të jeni shumë më të përgatitur për provimin e kirurgjisë, edhe pa mësuar bashat lënë, se sa jeni të përgatitur për provimin e anatomisë tash që keni ardhur prej shkollës mesme.